Territori në cilën ndodhet është një territor Na jepni videon paralelisht ndërkohë që flet edhe Klodi, po që ta kuptojnë njerëzit. i përbërë nga depozitime, ne i themi flishore. Edhe në Shqipëri kemi gati 1/4 territorit në këto depozitime, është ndërthurje e shtresave të rërës me të argjilës. Dhe ajo që ndodh është që shtresat e rërës filtrojnë rreshjet e shiut, ndërkohë që shtresat e argjilës e mbajnë. Dhe nëse këto shtresa janë të orientuara, ka një pjerësi, le të themi, drejt me rënien e shpatit, automatikisht krijohen këto rrëshqitje. Në rastin konkret është një rrëshqitje që quhet rrotulluese, pra është sikur të hajmë një krem karamel apo një budin, pra është një formë të lugët, pra krijohet një kuror, një pjesë e rrumbullakut, pjesën e sipërme dhe më pas i gjithë territori rreshket. Fillon dhe rreshket. Dhe problemi është sikurse në rastin e ëmbëlsirës që ne ham krijohen disa të çara në pjesën e sipërme, këto quhen teshën krak. Dhe do të thotë që nëse vazhdojnë të njëjtat kushte, sikurse është rasti konkret, me rreshjet që po ndihmojnë këtë proces, krijohet që në vazhdimsi kjo rreshqitje nuk ndalon, po vazhdon të thellohet derisa të jetë në gjendje jo më ekuilibri.